episode të rëndësishme që në nisje të tij në orën 10:05 minuta deputetët e Partisë Demokratike ishin vendosur në ulset e kabinetit qeveritar, duke penguar kështu ministrat që të ulen në vendet e tyre, por pavarësisht kësaj, seanca ka vijuar me rendin e ditës si normalisht. Kemi pasur edhe miratimin dhe betimin e avokatit zgjedhur të popullit, zotit Endri Shabani, madje në fund pati edhe një përshëndetje për deputetët e opozitës, me një puthje në distancë, një akt i çuditshëm prej zotit Shabani, ndërkohë gjatë gjithë seancës plenare në këtë një orë që është zhvilluar ajo, ka pasur tension edhe përplasje mes deputetëve të opozitës dhe Gardës Republikës, ka pasur flagadan të cilët janë ndezur nga demokratët, ndërkohë ka vijuar si normalisht procesi i votimit, siç e tham, janë 7 projekt ligje të cilat kanë kaluar dhe 3 projekt vendime. Ndërkohë kemi kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha jashtë ambienteve të parlamentit. Shtetin ligjor. Motoja e tyre është vidh dhe ik. Ergys Agasi është njeriu më intim i Edi Ramës. Terrorist me 2 pegmarrje dhe jeton i qetë pas një lloj bires me mbrojtje shtetërore. Lubi Balluku nuk vjen në parlament, ndonë se duhet të informoj shqiptarët se një pazar i pist është bërë. Pazari është më në fund, si që pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës tij, midis Lindës dhe Belindës, midis Lubis dhe Lindës, dhe Mram ka vendosur të mbaj Lindën, të lëshoj Belindën. Tani të tjerat do t'i ndiqnin vazhdim, por parlament me ata të cilët zbatojnë moton vidh dhe ik nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ligji dhe vetëm ligji duhet të mizotrojë. Faleminderit.